Jo vetëm aq, po. Të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor. Në prefekti Gamshit zoti Albert Ceci, kandidat për deputet i Bashkisë Gamshit zoti Giltian Fejso. Respektuar të pranishëm dhe përfaqësues shoqatave adhetare kulturore dhe sportive. Ju falenderoj dhe shpreh mirënjohje për gjithë ju që merrni pjesë në këtë event përkujtimor dhe adhetar kushtuar birit Gramshiot dhe luftëtar i lirisë së Dheut Hamid Dollani, që është nga dëshmorët e parë të rezistencës antifashiste dhe dëshmori i parë i luftës antifashiste nacional shqiptare në trevat e vërshës Sulovës, Sipërme dhe Tomoricës Gramshit, që ra heroikisht në Bregdetin e Durrësit më 7 prill 1939 në krah të muaj Olqinakut, heroi i popullit. Hamid Dollani lindi në vitin 1903 në fshatin Jansh të njësisë administrative të fundit të trevës Sulovës Sipërme, në një familje të varur fshatare por me tradita patriotike. Në moshë të vogël i vdes nëna dhe u rrit nga babai i tij Likoja, duke kryer punë të rënda për supet e tij të Brishtit në Sulovë e deri në Korçë. Shërbimin ushtarak e krye në Shkodër. Mori pjesë dhe përkrau revolucionin demokratik qershor 1924, duke qenë fanolist. Në vitin 1930 kryen një kurs ushtarak rezervistë në Vlorë, ku njihet me Mujo Olqinakun, në cilin e bën shok të ngushtë. Vishet xhandar dhe emërohet në postkomandën e Gjandarmerisë në Bërzhit Tiranës. Më 2 prill 1939 ishte me leje pranë familjes në fshatin Jansh të Sulovës Gramshit, por e ndërpret lejen vetë sepse mëson rrezikun e agresionit fashist italian. Pasi përqafon vajzën dhe djalin e vogël Shabanin që ishin të mitur, niset për në Bërzhit më 5 prill 1939. Në datë 6 prill merr një mitrologës të lehtë dhe kompletin luftarak me municion dhe niset në këmbë duke mbritur në Bregdetin e Durrësit, po atë ditë dhe takon shokun e vet Mujo Olqinaku dhe luftëtar të tjerë të repartit ushtarak Marinës. Të nesërmen në agimin e datës 7 prill 1939 filloi agresioni fashist italian dhe pas 3 orë luftimesh në Bregdetin e Durrësit, Hamid Dollani ra në fushën e nderit pranë Mujo Olqinakut, heroi i popullit. Kur rezistenca antifashiste kishte mbaruar, trupat pushuese italiane morin trupin e Mujo Olqinakut dhe Hamid Dollanit, tashmë të vrarë dhe i çojnë në varrezat e qytetit Durrësit. I hedhin për tokë me neveri, duke shkelur me këmbë dhe urdhërojnë varrëmisë që t'i varrosin, por varret e tyre të mbashin sekret dhe të mos njiheshin nga të tjerë. Varrëmisi ka dëshmuar më vonë se e njoh Mujo Olqinakun, pasi ishte në oficer në Marinën Luftarake e Durrës, kurse tjetri nuk e njihte, aq më tepër që ishte goditur me plumon fytyrë. Por në kohën që të vrarët po i fusin në gropën e hapur, nga xhepi ra një kuti duhani ku gjendej një letër ku shkruhej: Hamid Dollani Jansh Gramsh, që ishte fletleja e postkomandës Gjandarmerisë që e kishte nisur me leje në Gramsh. Por nga viti 1939 deri në vitin 1974, për gati 35 vjet harresa dhe plurikohës, kishte mbuluar varrin e këtij luftari të rezistencës antifashiste Hamid Dollani. Por familja dhe djali i tij veçanërisht Shabani insistuan gjithë ato vite duke takuar në Durrës shok dhe miq të babait dhe mblodhen fakte dhe dokumenta që vërtetonin se babai i tyre Hamid Dollani kishte luftuar në vitin e parë të rezistencës antifashiste në Durrës, e dha jetën dhe gjakun për atë dheun kundër nazifashizmit italian. Kështu vetëm në vitin 1974 me vendim numër 36, datë 9/5/74, Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit Gramsh i akordoi titullin e nderit dëshmoria të dheut, ndërsa Presidiumi i Kuvendit Popullor i dha medalje të trimërisë. Këshilli Bashkiak Gramsh e ka shpallur dëshmorin Hamid Dollani, qytetar nderit të Gramshit, si dhe rruga Unaza e Gramshit nga hyrja e qytetit deri tek spitali mban emrin Hamid Dollani. Është shpallur gjithashtu edhe qytetar nderi i komunës Stujin Sulovë,
po kështu shkolla fillore në Jansh, vendlinja e tij mbante me dinjitet e emrit dëshmorit Hamid Dollan. Bashkia e Durrësit i ka dhënë titullin Mirënjohja e qytetit Durrësit, me motivacioni për patriotizëm dhe sakrifisa sublime në qendresën antifashiste të 7 prillit 1939. Në vitin 2019, presidenti i Republikës së Shqipërisë i dha dëshmorit të Adel Gramshot Hamid Dollani medaljen e Artë Shqiponjës, e cila ndodhet aktualisht në muzeun e qytetit tonë. Duke përfunduar këtë përshëndetje modestje në këtë event përkujtimor, me nderim të luftarit lirisë të rezistencës antifashiste dëshmorit të Adel Hamid Dollani, rënë në 7 prill 1939 në Bregdetin e Durrësit, duhet të theksoj se organizata e veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të Bashkisë Gramsh dhe organizata e familjeve dëshmorit Adel Dyga Gramsh, në bashkëpunim me bashkinë tonë, në vijimësi do vazhdojnë të nderojnë veprën dhe gjakun e 122 dëshmorëve të Adel të bashkisë tonë dhe 28.000 dëshmorëve të Shqipërisë, pasi ata janë nderi dhe krenaria jonë, ndërgjegja dhe vetdia më sublime, ndriçojnë si meteorë të pashorë në qiellin e lirisë, që ndroi përherë në panteonin e vetëfijimit dhe të pavëdekësisë njerëzore, dhe prejën të qetë në altarin e përjetësisë së Adheut. Ndere lavdi, mirënjohje në përjetësi. Faleminderit. Gramshit, zotit Albert Ceci, kandidatit për deputet nga Partia Socialiste, zotit Geldon Fejzo dhe të gjithë juve ju përshëndes përzemërsisht. Këtu e 70 vjet më parë, kur isha në klasën e 4 fillore, kur na mësonte mësuese normaliste elbasanase Bukuri Kacapaj, Vjershën Hamid Dollani dhe Mujo Ulqinaku, ne mësuam me zell të madh. Unë, Njazi Fezoja, Nei Fezoja, Kaplan Xhangolli, Ferit Bici, Alit Hasa, e 15 moshatar të tjerë. Që atëre deri më sot, unë e kam bërë mish edhe gjak poezini. Mujo Ulqinaku dhe Hamid Dollan e kokë. Dorës tira, dorës plak, hasmi po të shkel me prak. Shpo lufton një Ulqinak, lufton djali, lufton plaku, deri Mujo Ulqinaku, deri Hamid Gramshaku, për një, lufton populli Arbreshit, si dikur me pallësheshit për Shqipëri. Red Bulsoni, mama mia, zbura paska Shqipëria, telegramën dhe në vinë, nga Belgradi në Athinë, nga Parisi gjë në Moskë, nga Azia në Afrikë, nga Londoni në Amerikë, dhe nga Parisi gjë në Moskë, po luftojnë keg e toskë. Kush lufton ashtu në këmbë, kush e ha hekurit me dhëmbë, është Mujva një kapter, është Hamiti një rështer, që luftojnë e vdesin me nder. Faleminderit. Lavdi kujtimit të herojt popullit Mujo Ulqinaku. Lavdit për jesë për kujtimit të dëshmorit Gramshak Hamid Dollani, i dekoruar me medaljen e Artë të Shqiponjës. Lavdi dëshmorëve, 28.000 dëshmorëve të Adheut, lavdi 122 dëshmorëve të Adheut të Gramshit. Faleminderit. Faleminderit dhe organizatës familje veterane të dëshmorëve dhe të veteranëve. Për ne, brezit të ri janë shumë të rëndësishme figura si Hamid Dollani, sepse tregojnë jo vetëm kontributin e qytetarëve të Gramshit për mbrojtjen e Shqipërisë, por janë figura inspiruese për gjithë ne dhe brezin e poshtë, që këto figura kaq heroike për ekzistencën e popullit shqiptar nderohen dhe vjen në duke